t'ju falenderoja për gjithë komunikimin që kemi pasur kohë pas kohe dhe shqetësimet që kemi adresuar tek ju dhe natyrisht edhe për gjitha veprimet që ju keni ndërmarrë kohë pas kohe sa i takon çështjes së minierës Spaçit e mbi të gjitha të grevës së minatorëve atje. Po do doja që të rifreskoja informacionin. Që nga dita e premte e javës që shkoi, minatorët e kanë ndërprerë grevë. Dhe ky në gjykimin tim është një aspekt shumë i rëndë moral. Thyrja e atyre njerëzve atje në të drejtën e tyre kushtetuese për të organizuar në një sindikat, për të mbrojtur të drejtën e tyre, sigurinë juridike, patjetër, të tyre, të punëtorëve, natyrisht që është lajm i keq për çdo punëtor në këtë vend. Sepse është një drejtë që e garanton Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe që nuk mund ta vërë në diskutim një i kontraktuar, cili do qoftë ky shqiptar apo i huaj, për të shfrytzuar një vendburim minerar shqiptar. Kjo është e para gjë. E dyta, unë shpresoj shumë dhe vazhdoj t'ju nxis që rolin e negociatorit midis punëtorëve për marrëdhëniet e punës tani, jo për të drejtën për të organizuar një sindikat dhe për të organizuar një grevë. Kjo është e drejtë kushtetuese dhe nuk negociohet me kërkëm. Por të drejtën për marrëdhëniet e punës do ta negocioni ju. Nuk mund ta negociojë cili do që del në territorin e Mirditës dhe thot po unë mund të negocioj me atë të kontraktuarin atje. Jo, duhet një autoritet shtetëror ta bëjë këtë gjë. Dhe tani jeni para detyrës, sepse minatorët ju çliruan nga kjo gjë e para për të ushtruar kontrollin atë minier. Në kushtet e grevës, patjetër unë e mirë kuptoj atë që ju thatë ju nuk mund të ushtroni kontroll atje, po tani që nuk ka grevë, atje duhet ushtruar kontroll deri në 1. Edhe për kushtet e zbatimit të kontratës, po edhe për kushtet e punës së minatorëve atje. Dhe në këtë kontekst duhet me do e mos të verifikohet çdo element. Veçanërisht elementet e pushimit nga puna të atyre minatorëve që ishin në të drejtën e tyre kushtetuese të organizimit në një sindikat dhe të organizimit të një greve të lishme atje. Së dyti, për këto paçavuret që edhe ju i keni në dispozicion. Atje vërtet janë kthyer në punë 11 njerëz, po nuk janë nga ata që ishin në grevë. Janë nga ata që janë detyruar në mënyrën më të turpshme, më të neveritshme që jo vetëm të thyen, po edhe të poshtrohen. Pra të pranojnë që nuk kanë shkuar në punë për shkak se të tjerë minatorë nuk i kanë lejuar dhe kanë ushtruar presion ndaj tyre atje. Apo në krahun tjetër që ta heqin dorë nga çdo lloj pretendimi që për këtë periudhë kohore mund ta diskutonin dhe ky është elementi i sigurisë juridike, po prap për ta në gjykatë. Këto janë dy letrat që i detyrojnë ata njerëz atje të nënshkruajnë për të kthyer në punë. Ndërkohë që nga pjesa e minatorëve të Spaçit që kanë qenë në grevë deri tani nuk është rimarrë në punë kërkush. Sepse po ju them edhe një herë tjetër, e ka bërë ndërmjetësin, cili do që ka thënë e kam unë mik atë pronarin atje dhe do negocioj unë që ju të ktheni të gjithë atje. Dhe natyrisht ai pronari i asaj ndërmarrje atje është tallur pafund me cilin do. Pse? Sepse nuk ka pasur përballë në mënyrë të qëndrueshme një autoritet shtetëror që i vë para përgjegjësisë ligjore në raport me minatorët atje. Këtë janë element që është detyra juaj tani, e keni minierën të lirë, po duhet nxituar. Sepse siç ju thash edhe në komision, koha është ajo që ikën. Dhe bashkë me kohën, për fat të keq, do ndodhemi para faktit që edhe ata minatorë do zgjedhin të ikin. Jo nga Mirdita, po nga Shqipëria. Kështu që është themelore dhe etike reagimi i institucioneve të shtetit tani. Dhe për ta rikapituluar këtë gjë, po patjetër, ne na duhet një model i ri me ligj i administrimit tyre pasurive kombëtare, minerare në radhë parë, duke anuar nga një ekuilibër i ri midis publikes edhe privates. Na duhet një model i ri i kontrollit, se unë nuk mund ta pranoj që kompania që ne kemi kontraktuar në Spaç të deklarohet ta përfundoj fjalën. Të deklarohet me humbje të aktivitetit, kur Bakri ka qenë në nivele shumë të larta dhe mbi të gjitha Ari që gjendet në dokumentat
mbi të cilën është nënshkruar ajo kontratë, jo ka qenë në nivele të larta, po ka qenë në nivelet më të larta historike ndonjëherë. Bankers, ky operator apo një operator tjetër, cili do në fushën minerale, nuk mund të na marri më për budallën. Na u deshën 20 vjet që bankersin ta vinin para përgjegjësisë ligjore që mos na gënjente më. Për 20 vite me radhë na ka thënë që jam me humbje. Të njëjtën gjë po bëjnë dhe këta të tjerët në sektorin e mineraleve të ngurta. Stop. Janë produkte që janë në majën e bursës, sa i takon çmimeve. Dhe këta nuk mund të na thonë që me ato rroga që japin punëtorëve, minatorëve apo naftarëve atje matan, këta dalin me humbje. Faleminderit. Faleminderit zoti Braçe. Veçanërisht dhe posaçërisht për të ardhurat pensionale që buxheti materializon. Buxheti mban premtimet e zgjedhjeve të fundit politike bëra në këtë vend. Natyrisht për këto të ardhura dhe këtë herë të paktën ka kthjellësi për 4 vitet që vi. Për çdo pensionist është e qartë ç'do të ndodhë. Po shpjegoje, po e bëj shumë të thjeshtë. Më keni parë këtu gjatë kohës opozitës, po edhe ca vitet pushtetit të flas me qindarka dhe disa qindra lek. Ndërkohë që më në fund po flas këtu me kartë monedha dhe me 1000 lek, siç ishte edhe kërkesa. Vitin e parë, pensioni plot i pleqërisë rritet me 1800 lek. Janë këto dhe si ndryshojmë dot, dhe nuk e vazhdojmë dot lojën me të vjetra apo me të reja. Vitin e dytë, pensioni i plot i pleqërisë do të rritet me 3600 lek dhe janë këto bashkërisht. Vitin e tretë, pensioni rritet me 5400 lek dhe janë këto, po përsëri. Dhe vitin e katër, pensioni rritet në mënyrë të plot me 7200 lek dhe janë këto. Shikoni, është diferencë shumë e madhe nga qindarkat tek 1000 lekët. A mjaftojnë? Jo, nuk mjaftojnë, por në fund vitit të parë, një pensionist që ka i pension plot pleqërie do të marrë 21.600 lek plus. Në fund vitit 2, 23.200 lek plus. Në fund të vitit 3, 64.800 lek plus. Dhe në fund të vitit 4, 86.400 lek plus. Që do të thotë është 2 herë, 3 herë, 4 herë, më shumë se sa bonusi i fundit të vitit. Pra, hiqeni dhe argumentin, por shpërndani bonusin e vitit. Kështu është edhe për pensionet e tjera. Do thoni ju, sepse ju dëgjova pak më herët tu, që kështu kemi bërë edhe ne. Në fakt, ju nuk keni bërë kështu. Dhe kjo është tabela e rritjes pensioneve që nga viti 1997 e deri tani. Dhe po dua t'ja u lexoj për t'ju vënë para faktit. Në vitin 2006 përkundrejt vitin 2005 janë rritur pensionet me 860 lek. Në vitin 2007 përkundrejt vitit 2006 644 lek. Në vitin 2008 përkundrejt vitit 2007 814 lek. Në vitin 2009 kundrejt vitit 2008 1075 lek. Në vitin 2010 përkundrejt vitit 2009 679 lek. 2011 përkundrejt vitit 2010 567 lek. 2012 përkundrejt vitit 2011 826 lek dhe 2013 përkundrejt vitit 2012 900 lek. Kjo është e vërteta. Tani çfarë kam unë për pensione? Kthjellësia natyrisht që vjen s'pari mbi gjitha nga bonusi që do paguhet këtë fund viti. Së dyti, nga kjo rritje e të ardhurat pensionale që do të vijojë për vitin e ardhshëm. Së treti, nga indeksimi i pensioneve që është i politik tjetër dhe që është më vete. Së katërti, dhe këtu ja kanë bërë me dije edhe Ministrit Financa dhe Ministrës Ekonomisë, që për shkak se ekonomia po rritet me mbi 3.5% deri në 4%, duhet fillojë të llogarisë qeveria bonusin sistematik të pensionit për vitin e ardhshëm. Dhe 2 propozimet fundit çdo të prit në buxhetin e shtetit duhet shkojë në fondin pensional, e në krahun tjetër deficiti i skemës duhet të ngrihet në këtë nivel dhe çdo e ardhur shtesë në skemën e pensioneve duhet përdoret për politikë pensionesh dhe asgjë më shumë.